Është një thonje që shkon kështu, mbas e keni dëgjuar dhe ju në internet. Një atlet nuk do të gjykoje nëse shkon në fitness. Një dietolog nuk do të gjykoje nëse ke kujdes si që han. Një milioner nuk do të gjykoje nëse ti hap një biznes. Të gjykon vetëm çato njerëz që nuk po shkojnë në asnjë lloj venit. Edhe janë me një pikë që s'kan asnjë lloj gjëje interesante në jetë, me bë vetëm me komentu jetën e tjetrit. Këto janë njerëz që si duhen shoqërisë afër.